shikuesve. Unë sot, edhe pse jam pak ditë përpara, dua të flas për gënjeshtrën, se erdhi një prilli. Kur është një prilli? Pas nesër është një prilli. Sa bukur do ishte, sepse ne shqiptarët nuk është, ne shqiptarët, në të gjithë njerëzit nuk është se kemi nevojë për një prillin për të thënë gënjeshtra. Po, unë mora shkas nga kjo tema një prillit për të folur për një temë që e kam parë në një film. Pilula e së vërtetës. Imagjinoni sikur ta kishim pirë pa dashje këtë pilulën e së vërtetës ne, do ishte shumë e bukur. Për shembull, të ndalon polici në rrugë, për shembull, dhe ti ke pirë këtë pilulën e së vërtetës së madhe. Se tani ndodh zakonisht pa pirë këtë pilulën imagjinare, të thot për shembull 2 natës, ditë e shtunë, siç është sonte, të thot polici, patent leje qarkullimi, zonja, të lutem. Unë, patent, leje qarkullimi, bën sikur të vjen gjithmonë informacioni me vonesë. Po, keni pirë? Unë të kem pirë. Pse sa është ora, shefi? Ora 2 mëngjesit, zonjë. Jo, hoqne, unë isha në një darkë në televizion, se unë punoj në televizion, e thekson mirë atë që mos thash në i gjobë, këpëton? Unë punoj në televizion dhe ja, të kem pirë, jo, thjesht ndo një gotë të vogël, dhe papritur t'i bësh automatikisht korçare, ndo një gotushkë të vogullushkë, sepse në bachkën tim të voçklë, se nga që korçarja i zvoglon gjërat e gëmë. Dhe pasi i thua të gjithë këto të voçklat, thot ai, zonjë nga jeni ju, prej lezhe. Pa pik lidhje, po sepse të bën korçare. Ndërkohë, nëse do ishte pirë pilula së vërtetës, nxjerr tabelen ai, patent leje qarkullimi, zdu. Si? Zdu, nuk du se kam pi dhe ti do ma blokosh, edhe unë se kam men me tha dhonë, okej? Thot polici, do me thënë ke pirë, zonjë, po si s'kam pi pëse për qa dola unë, ora 2 e mjesit, me pi kos dola, gomar. Kjo është ëndra ime. Pastaj, to gënjeshtra të rëndom që ndodhin këto gjërat e vogla, të merë shoqja në telefon, për shembull. Nëse ke pirë pilulën e së vërtetës, dhe si që flasim ne normalisht, pa që një prilli, o s'kemi nevoj fare për një prillin. Unë një herë, unë veç me një prillë bëj pushim mirë, sa të marrë qik frymë. Nëse shoqja të merë në telefon që i thu gjithmonë, dola, për 5 minuta jam aty. Te ora më janë të ora njuzë, janë të rrethi këtu, erdha. Ndërkohë, nëse ke pija të pilulën, të merë në telefon edhe i thu, e di si është puna, marova njëri në rimel të njëri sy, mu bësh zhull, po e pastroj me kruse veshësh, tani do bëj edhe tjetrën, do vishem, edhe me thënë drejten, asë kam men fare me nëzitu, po deshe prit, po deshe mos prit. Edhe prit, mos bëj si kështu, se do vi, maksimumi 20 minuta me vones do vi. Kjo së ndodha si herë, pa e pi pilulën. Rasti tjetër, pastaj kur takon në një mikesh që se ke parë prej kohësh. Edhe i thua, wow, si e zemër, po ti që nke zbukuruar, sa mirë je bërë, je mbushur pak shu, pas ke ardhë goxha mirë. Ishe në Paris, mos ja fut, au sa bukur është Parisi, qyteti romantike, kam qenë dhe unë para 4 vitesh, sa mirë o zoti mas, shqyqyrë, edhe mos u zbukuro ka shumë, se na verbove, goce. Imagjinoni me pilulën e së vërtetës. E pija të pilulën e së vërtetës, e shef shoqen edhe i thu, o zot sa je shëmtu. Je shnosh, o goc, e di që ke qenë Paris se e kam pa shumë mirë, po pse del në foto vetëm, se di kush ti pagun pushimet, po fotot kush ti bën aty në dhomë të hotelit, me që shkove vetëm me pushimet. A mën mi mos e jena mësu me ju, edhe mos më bëj mu si seksi se gjithat bëme i ke. Le ta theksojmë, nuk e ke shoqe këtë, se po ta ke shoqe, qalloj shoqe mund t'jesh, po të njohur të pakten. Pilula e së vërtetës, ne do na i nxirrte të gjitha të palarat. O zoti madh, imagjinoni që për çdo të vërtet që thua, për shkakun të shtohet një njoll në fytyrë. Unë do isha boze zake. Ster, pi pilule, bil njolla. Ose minimalisht do isha bo si një panda e vërtet. Mund të më kishte ngel në i copë e bardh tek tuk, po juve.
A ju jeni njerëz mirë gjithë ju, vetëm unë jam grifsha. E po flisi pra. Pastaj, situata në shtëpi do ishte e mrekullueshme. Nuk e dia ju ndodh ju zonja të dashura, po mua më ka ndodhur shumë shpesh për shembull. Shkon në shtëpi pasi ke bler diçka dhe të pyet bashkëshorti për shembull. Sa e bleve këtë? E bleva 150 euro zemër. Sa? 150 euro seriozisht? Ua, po kishte qenë 600 o zemër, e kapa më shumë ullje. Madje sot për sot nuk blihet më sasia. Kjo është super cilësie, diçka do me thënë është status me ble këtë 150 euro nga 600. Po të kishim pirë pilulën e së vërtetës, nuk do ishte fare dialog, do ishte monolog. Do hapje derën, do thoshte sa e bleve këtë, shumë mirë, 600 ishte, 600 e bleva, mos më qaj trapin se desha me ble. Okej, në qofë se do të ndajemi, le të ndajemi, s'ka problem, nesër takojemi në gjykat, punë e madhe desha me ble. Më pëlqen edhe pik. Sa herë do kishim shku në divorc. Ama net, asë njëherë mos të regoni të shmimet e vërteta të gjërave që blini, se janë rrezik për shëndetin bashkëshortor. Ose, po të kishte pirë burri për shembull pilulën e së vërtetës, do kthehej në shtëpi edhe do i thoshte gruas, jo, nuk isha me shokët tu pi birra, fare, s'kisha as mbledhje, nuk kam as i problem punë, isha me dashnorin, i bleva dhe një unaz, sa gjysma shtëpisë. Ndërko, do i thoshte dashnores, më ti motër, do rrim ja 2 vjetë, se unë se kam dërmën për të ndarë. Po kjo s'ndodh në jetë reale pa pilul. Edhe politikanët, për shembull, po të pinin pilulën e së vërtetës, do dilin dhe do thoshin, nuk ju premtoj dot që taksa do ulen, nuk ju premtoj dot që do keni punë, nuk ju premtoj dot që ju do jetoni më mirë apo do jeni popull më i lumtur, ama premtoj me bindje dhe zotohem që xhepi im do jetë plot. Dhe pas këtyre politikanëve të dashur që ne do t'i ham me bukë, si që hëngrëm me bukë turpin me të cilën i kemi votuar, kalojme një herë të Dancing with Graciano, të shikojmë kë ka Graciano tani këtë javë, duke kërcyer dhe duke nxjerrë të palarat. Sot jam shumë i lumtur sepse i ftuari më shumë special normalisht se gjithë të tjerët. Ai ka veshur dhe ka zhveshur të gjithë këngëtarët më seksi që ka e strada shqiptare. Këngëtarët më me emër, ai ka bërë njerëz. Kështu që me padurim po ftoj këtu për ju dhe për veten time, Niko Komanin. Si e? Si të kam? Bërë shumë qefi që ti e këtu. Shumë thank you, do me kisha shumë kopa të parë kështu që nga sallat e kërcimit. O, sot për ty zgjodha kështu ambient, nuk ndetëm në palestër, duke qenë se ti e njëri që ecën, merresh me sport, ke shumë qef. Nuk kam makinë, Ke shumë qef edhe kafshët, sa qenë ke Niko? 2. Dyqen, njërin e kam. Kisha përshtypjen se kishe më shumë, se të shoh rrugëve me shumë. Uroj do me thënë që Zoti të më japë mundësitë ekonomike që unë të kem më shumë. O, Zot sa mirë. Me çfarë po merresh për momentin? Momentalisht drejtor imazhi pranë TV-s, do me thënë pjesa ime e përditshme, pastaj fon projektet, videoklipet, fotografike, editoriale mode, kopertina. Së fundi kam dhe ca bashkëpunime të reja, por do flasim më vonë. O Zot, sa gjëra bën ky njeri. Para se të flasim për gjitha këto, ti e di për çka ka ardhur kjo sot. Do të thënë e ke parë rubrikën. E ke parë rubrikën time. Kështu që ne do fillojmë sot, do mësojmë 2 lloje zhanre, se unë përveç se të gjithë do mësoj balet klasik, ti je shumë i zhdërvjellët, dhe do mësojmë edhe të bashkë do bëjmë edhe twerk sot. Okej? Do me thënë, do filloj me baletin klasik, ndërkohë që ne unë të mësoj televizja do të bëjt disa pyetje dhe gjërat që ti janë. Vendosim i pozicioni i parë. Sot nuk kemi një levë të mirëfillt që mund ta vendosim. Po ne jemi të gjatë edhe po ne improvizojmë gjën. Kupton? Po. Vendosi këmbët pozicioni i parë dhe fillon ulesh. 1, 2. Aha, ajo është Niko. Bravo. Futi vite. Aha, shpina drejt. Po na ka vesh. Po fillon shiu. Ku ka më bukur me shish. Perfekt. Hape dora pozicioni i dytë, hape dhe këmba pozicioni i dytë. Ashtu. Fillon ulesh plije. Si ishte eksperienca jote në Dancing with the Stars? Ulo.
Ullo, shtrije këmbën. Perfekt. Më fal pak, kush ishin micira të mira? E unë aty... Me kë bëre shet, kjo më intereson, me kë zihesh, me kë u sherrose aty. Jemi zënë dhe bashkë, aty po jemi zënë... Të nuk kemi pse e tregojmë, ne jemi miqë dhe duhemi Zënë dhe shumë. bashkë, po ka qenë tension, nuk e di, tension bas kërcimit dhe ditën tjetër ishte kështu, sikur s'kishte ndodhur gjë dhe nuk e kuptova pse u zum për një njerëz të tretë. Më trego me kë s'duroje dot aty, kë kishe që i kishe shumë problem. Hajde me emra i dua tash. Nga personazhet Nga apo personazhet, Nga personazhet aty këtë vit isha pak më cool nga edicioni i kaluar. Se edicioni i kaluar këtë pas. Po me Drena Bazi vllai, Drenit. A semri si vake më? Po, patëm kimi. Edhe për më tepër më rastisi që edhe Ullu. ta eliminoja unë. Po kërësë gjithë! Ti hoqë shafe, do me thënë? E hoqa shafe. Shumë, perfekt. Kush është këngëtarja? Kush është këngëtarja që ty të acaron nervat edhe kur të merr në telefon që më thot Niko, hajde më vish, ti thu dhe lekët si dua vetëm mos merr në telefon. Këtë s'ja thua, po e ken mendje, do ma thuash mua tani. Personazhi që më ka stresuar, që kam thënë dhe më kaluar, më stresonte për kërkueshmërinë e saj, ka qenë Tuna dhe madje e kam shprehur, ne bëm një pauzë për të çlodhur të dy nga njëri tjetri. Jo se më krijonte diçka negative, thjesht e dija që kur binte Viberi, se nuk e kam më Viberin, arsye është Tuna. Do të thënë aq keq ta paska. Jo, nuk ma kanë dhirë jetën, thjesht ishte non-stop, zemra më dërgoi gjërat e reja, zemra më bë këtë, zemra më dërgoi atë. Sepse dhe pyetjet fillojnë pak më të hapura. Ti do ta angresh këmbën kështu si unë. Pap. Vendosa ashtu? Ashtu, bravo. Hajde këtu më afër meje, që unë të kontrolloj që ti të hapësh, mbahesh shpinën drejt. Futi vithet prap, gjithmonë vithet futen brenda. Kur e ke humbur ti virgjërin? 13 vjeç, e kam thënë. A i shpete, pas ka thënë, nuk e pas kam ekskluzive unë këtë gjë. Okej, pra, mund të bëjmë diçka më të rëndë? Kur ti e ke kuptuar që humba virgjë 18 vjeç, bëja kot. Kur ti e ke kuptuar ashtu, shtrije këmbët, shtrije, ashtu, bravo. Kur ke filluar të merresh me veten, po flas gjysmë e poshtë. 18 nuk dija. Dëgjoj, Do edhe nuk dija, nuk mendoja që se ha shumë. po 13 çka ke bërë ti? Tamam pra, kam kryer tamam E marrëdhëniet. bëre që 13 më? Yes. Në vërtetë? Sepse isha kurioz. Po ishte më e madhe apo më? Jo, ishim bashkëmoshatar, ishim në... Po nuk u bë sop me njëri tjetrin. Jo. Ideja është që me ato flas, ajo është martuar, ka fëmijë, bla bla bla, kemi gjetur miq. Po ishte diçka Ullu. hormonale. Ullu. Pati tu pas Ti një nuk- tjetri po ta kryej. Ço. Ti fillo ulja shavash. Prap, edhe më shumë. Po dritet këmba. Ti je lidhur apo si je lidhur? Je në marrëdhënie apo si? Se çka kam dëgjuar unë 2-3 gjëra. Drejtoj shpinën se u transfaj. Aty. Momentalisht po njihem. Çao. Ndrojmë këmbë. Jam në një njohje. Një. Po është gjë e bukur që po kthej vite tani e kanë. Po s'ka gjë, unë atë unë doja fund shpinën tënde të ardhë, zotri. Okej, dalim pozicion tjetër. Tani siç e kështu do t'i hapësh këmbët këtu dhe do të kalosh deri në fund. Po, Pap, Sa kohë kishe i palidhur? Do me thënë i zgjidhur si i bie. kam... Aty ri, kape kokën drejt, ashtu. Zgjidhur kam... Sa? Një vit që isha i zgjidhur. Tash këto një vit, ke parë porno. Mund të të regoj të shumë faqe, unë jam super pro, do Absolutisht. Shef shumë porno? Pornhub. Sa më dërgoj membership dhe... është e përdit. Shumë, Ka qenë e përdit. Teksa po vinim rrugës këtu, më tregove që ke një bashkëpunim me një të jashtme. Po, me një të jashtme, Hajde, dhe më që është trego. vërtet është ekskluzive, se sa po ndodhi sot në mëngjes. U zgjodha me një mesazh nga Jasmine Walja. Volja! Kështu do Që ishte një superstar në Indi, e cila po bën karrierë në Amerikë. Momentalisht ka një bashkëpunim me cricket nga Kosova dhe që kështu u lidh diçka dhe është diçka tepër big për mua sepse i bie që si projekt do jetë në Indi. Pra nëse bien dakord të dyja palët për bashkëpunimin, bie që
puna ime do jetë gati për Indi. Dore shumë suksese për Thank you, thank you. Tash unë gjatë gjithë intervistës po të bësha pyetje ty, po unë mezi po prisha këtë momentin. Tash ne të dy do bëjmë tuar. Do të di çfarë është tuar. Unë di se ne të dy vetëm bëjmë. Kështu e fillojmë të dy bashkë direkt. E shohim nga një profesionist. Bën këtë apo do ta shohësh nga një profesionist mos ta. Hajde, domethënë do rish kështu, edhe vendosen duart kështu si doggy style. Kupton? Po nuk di unë. Ja. Po ti shef Pornhub zdike. Çfarë që ka kjo? Hajde. Vendosi gjunjët. Aha. Duhet na Tashi, ngrije byçën. Gati. Hajde. Edhe jepi. 1, 2, 3. Hajde Niko, fort. Ec më fort, më shpejt. Hajde bura. Hajde se. Unë di këtë versionin këtu. Jo, nuk shuhet, unë nuk këtë. Ashtu. Di këtë versionin këtu se kam parë. Ti që ke update-u mu kosa të ule këtu. Po pra jam update-u e bëjnë në këmbë. Jepi ta shoh 7, 8, ba. Niko, falenderoj shumë që ishe këtu sinqerisht. Ishte të worku ju që do vini puntatat e tjera, kujdes se Niko ju myt. Tani dua të shoh çfarë do bëni ju të tjerë. Shumë faleminderit. Faleminderit. E shpejt, shumë nice dhe të uroj të shkosh tek 170.000 episode. Faleminderit shumë. Aktorët tanë janë zhvendosur dhe të shikojnë çfarë po ndodh në Hotel Wilson në Shëngjin. Vau. Hyr! Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni mirë? Mirë. Uluni. Uratuat? Po. Shumë mirë. Atëhere, jam duke parë CV-n tuaj. Duhet të them, është një CV shumë e bollshëm. Është. Është? Në fakt, mos u tregoni modest, sepse ta keni nga unë këtë, të gjithë të aftët tregojnë modest. Pra, ju keni mbaruar studimet e larta për matematikë dhe keni një PhD 10? Më falni, nuk është PhD, është PhD, doktoraturë. Urdhro? Doktoraturë është. Ashtu, a? Do me thënë ti mendon që unë nuk e di se çfarë është PhD. Do me thënë ti mendon që unë nuk e di se çfarë është PhD, po unë e di mordial, e di çfarë është dhe PhD, dhe TVSH, dhe RTS, po nejse kjo nuk ka shumë rëndësi sepse unë doja t'ju provokoja. Pra, kthehemi tek CV-ja juaj. Po, ishte doktoraturë, matematik, fizik, kuantike, keni bërë një stazh të rëndësishëm në Bashkimin Evropian, pra të gjitha këto. Do me thënë të gjitha këto ju i keni bërë për 2 vjetë? Jo, 2 vjetë zjati stazhi. Po pre po. Do me thënë, në bas kësaj ju keni bërë një specializim tjetër, thot këtu të veçanë për matematik fizik që e keni bërë në Edimburg, Po. Do me thënë ju keni vajtur deri në Finland për këtë. Skoci. Skoci? Po, Edimburg është kryeqyteti i Skocisë. Do me thënë ti mendon që unë nuk e di, Po. Do me thënë ti mendon që unë nuk e di as që Athina është kryeqyteti i Italisë. Nëse vazhdojmë. Në rregull, dakor. Dëgjoj, Mordial, e pash të gjithë CV-n tuaj. Ju mendoni se jeni gati për të filluar punë këtu tek ne? Besoj se gati jam, do përpiqem. Kape pak celularen? Po. Alo? Alo? Po. Po? Jeni ju që jeni përballë meje? Po? Po. Po pra, mos ke gjë për të shitur? Po? Nuk e di, mu duhet shoh produktin në qoftë cilësor, patjetër që duhet ja shes. Shiko Mordial, që ti bjem shkurt, do me thënë, ti nuk mund fillosh zot punë këtu tek ne. Po pse? Sepse ti je tepër i kualifikuar për call centerin ton. Më vjen keq, mund të largohesh, mirupafshim. Do me thënë ti ke mbaruar për italisht, edhe ke 2 vjetë pa punë. Më dhe tani po kërkon punë të filoqyli. Filoqyli. E të qamë kujton kjo. Ishte njëri me një kalë edhe vajti përpara një universiteti. Edhe ati rektori po firmoste diplomat edhe i thot ky. Me qëse ju dhe tërgomerëve i thot jepi edhe një diplom t'i kalit tim.
Ishe një tip serios, kështu? Jo, por... Shumë mirë. Shko se kam një tjetër më të bukur. Unë... Jo, dëgjoj. Ishte një polic, edhe u fut në stadium. Po sa u fut ky polici në stadium, u bë gol edhe u ngritën të gjithë. Ura! Edhe ky polici siç ishte, uluni, ta s'ka nevojë. Kuptoj, por unë kam bërë një... S'ka nevojë dha polici. Kam bërë një specializim në Rom. Në Rom, i martuarje? Jo. U martuar një xhuxh me një xhuxhe. Edhe një njeri normal me një grua normale. Kështu edhe kishin në shtëpi, ky xhuxhi i kishte sipër, kurse këta e kishin poshtë. E filloi xhuxhi dabadub ditën e parë, dabadub, qefi i madh, kurse gruaja e këtij tjetrit, më fal që po të flas kështu se të kam si vllajin tim, meqense ke ardhur këtu. Gruaja e këtij s'po kënaqja e shumë edhe i thot, "Ore burri, thot, shko pyet një herë të xhuxhin", i thot. "Çfarë sekreti ka që është kaq një qefi", thot, edhe po e kënaq kaq shumë gruan e tij. E nejse ditën e tretë ky bëri nga sikleti i vajti. "Ore", i thot, "më thuaj me", i thot, "qa bën", i thot, "që po e kënaq kaq shumë". Edhe ky xhuxhi që ishte qull në djersë dhe i thot, "Po qa më thua më lera atë", i thot, "se kam 3 ditë s'po ipi dot në krevat", i thot. Dhe si që po thoja, specializimi që kam bërë në Rom... Ishte njëri italiani, prit se është e bukur kjo, meqense ti ke bërë specializimin në Rom. Ishte një italiani, shqiptari edhe gjermani, edhe morë një prostitut këta. 50 euro e kishte pazari për të bërë seks. I thot shqiptari, unë do t'ja ish trurin, i thot, "Jo, mo", i thon këta si. U fut italiani, i qazje, u fut gjermani, i qazje. Futet shqiptari, doli prostituta e tmerruar fare. "Çaj bëre", i than këta, "Ish mo, iq ta ky, tani më ka 50 euro borxh." Bukur. 50 euro borxh. Si që po thoja, specializimi Ore, në prit, Rom... na thuaj në ti, se vetëm unë tash, vetëm unë po të Nuk di, nuk... S'di asnjë ti, a? Ashtu, e di çfarë ka thënë një herë ky Spider-Mani, jo, Supermani Spider-Mani. E çfarë ka thënë ti tash me këto psh. Më vjen keq, po ti nuk mund ta marrësh të vend pune. Po pse, unë kisha gjithçka që ju kërkonin. Ashtu, ë? Po. Po nuk ke këtë pikën këtu. Nuk ke sens humori. Hyr! Si jeni? Ulluni. Mirë? Atëherë po më thoja? Po të thoja që unë kam mbaruar të mesmen, jo një të mesme të thjeshtë si të gjithë njerëzit, por unë kam mbaruar të mesmen e përgjithshme. Njësoj si unë edhe unë kam mbaruar të mesmen e përgjithshme. Sa një shon ke ti? Sa flokët bukra paske. Të bëj një pyetje, flokët i ke tuat kështu natyrale të drejta, apo i shkoni bën në një parukeri në një vend? Dëgjoj. Bukra si më ndafshin. E di ku i bëj? Është hapur një dyqan i ri te bloku atje shkoj. Atje? Po kështu me rezultate të mira, me rezultate të mbaj? Shiko, unë nuk e kam mbaruar shkollën me rezultate aq shumë të Jo, mira. zemër, nuk po flisja për shkollën, po flisja për flokët. A mbajnë kjo krefja drejt? Po, mbajnë. Mbajnë, po sa shkon kostojat, sa shkon? Po le të themi për shembull me 200 euro unë e mbyll muajin. Me 200 euro. E çuditshme, unë kam shkuar një herë në Itali dhe bëra një krefje drejt, edhe unë, po nuk më mbajtën. Na harxova diku tek 1500, 1500. Ua, të mërshme, po si ka mundësi kjo? Nuk e di. Dije të pyes pak eksperienca pune ke pasur në një? Po, kam punuar përpara 15 vjetësh, ka qenë eksperjenca ime e fundit, le të themi. Ma fal, si përpara 15 vjetësh, sa vjeç jeni ju? Unë jam 22. Po, para 15 Po, e di si ka qenë puna. Punoja pra doktoresh, pacient, ajo luja që... E kësa e bukur është ajo, zonë. Edhe unë kam pas luajtura të po. Po ne kemi një profesion. Më fal të pyes kucët të Dior? Si e gjetë? Zemër, unë kam një nuhatje për këto gjëra, nga që i bëj dhe vet, i blej dhe vet gjatë gjithë kohës, kam një nuhatje. Moj të pyes, se që ke shumë e bukur më tyre ke për mundën? Hundën?
Shiko, kisha mish të huaj dhe e bëre pak. E bëre pak edhe unë e kam bërë. Unë kam bërë komplet kockën qendrore këtu, se kam hapur dhe pak të nese. Po kishe mish të huaj dhe ti? Po kisha mish të huaj, me zimër aty në gjithë natën isha. Edhe shkova bëra hundën. Sa bëti. Më fal të bëj dhe një pyetje tjetër. Eksperjenca kështu si ekonomiste keni? Si ekonomiste, shiko, unë e lash me thënë drejtën ekonomikun vitin e parë, jo vitin e parë, e lash muajin e parë, sepse... Ka e filluar akoma mirë. Jo, e fillova, regjistrova, ajta, koha, pedagogët, jo se... Jo, nuk ka asë, për mua nuk ka asë lloj problemi me ekonomik, me shkollë të mesme, 8 vjeçar, për mua nuk ka asë lloj problemi. Të ta them pse të lutem? E lash sepse nuk e beja dot se duhet të bleja ato këpucët Dior, e ke parasysh, o shkolla o këpucët është se s'bën dot. Po, shumë është e vërtetë. Edhe unë prandaj fillova punë sepse nuk ka shkollën, o këpucët, o puna. Është shumë e vërtetë. Të bëj dhe një pyetje, kjo është një nga pyetjet që unë ja bëj gjithmonë atyre që duan të vinë të punojnë në kompaninë tonë, sepse është diçka shumë e rëndësishme. Unë kam imazhin e kompanisë primar, absolutisht, sepse kam punuar për këtë kompani. Është një pyetje shumë e thjeshtë, mua nuk më intereson as shkolla, nuk më intereson as diploma, as eksperjenca e punës. Dua të di, arrini dot me këpucë me taka në punë? Me këpucë me taka në punë? Zemër, ti ke gjetur personin ideal, unë dhe me taka flegjon. Atëre, puna është e juaja. Erdhëm tek momenti të ftuarit, kam kënaqësinë të ftoj këtu një aktore, këngëtare, tashmë edhe një businesswoman, Klea Huta. Klea e veç shumë e lila. Mirëmbrëma. Klea je bërë shumë e bukur si gjithmonë. Faleminderit shumë. Ke veshur dhe ngjyrën time të preferuar, ishte dhe jotja më thënë. Edhe ime, se ç'është e gaforësh. Gaforësh, po. Klea, të kanë thënë të tjerë që ngjan shumë me Pocahontas? Ma kanë thënë që në gjimnas faktikisht, ma kanë tiposur emrin Pocahontas edhe më shoqërojnë ndër vite dhe ma the dhe ti sot. Sa bukur, unë e vdes për Pocahontas. Klea, do ta filloj Tu është një ambient shumë i ngrohtë njerë. Faleminderit shumë të mira. Faleminderit që na erdhe në mos i folshoferit. Do ta filloj me kripë mjaltë të zatë. Yes. Qa fëmije ka qenë Klea, më shumë krip apo më shumë mjaltë? Si mendon ti për shembull? Si mendoj unë? Ku ti u sheqer. As mjaltë, as krip. Po bashkë, të dyja bashkë. Çdo fëmijë ka brenda edhe kripën dhe sheqerin. Kur do është ai fëmia lekatar, kur do është ai fëmia çapkën. Çapkën, okej. Unë si kam pasur të dyja, kam qenë një qullace, se di Jo. shumë qullace, isha një qofte e vërtet. Nuk isha pikën e kripës. Vetëm, po as mjaltë. Se besoj, se... Jo, seriozisht. Se do të lidhjen zë figurë, Kanë qenë shumë fëmijë qullace. Klea, si kanë qenë vitet kur ti ishe pjesë e kripmjaltëzave? Vite fëmijërie, sigurisht. Një nga eksperiencat më të bukura të jetës time. Do doja që ti kisha, ose ti provoja gjithmonë jetën time, ashtu si kurse këtë ëndërtimen, unë e bëra sot realitet edhe dua t'ja jap fëmijëve tjerë që janë pjesë e Klea Huta Akademik. Me që jemi të Klea Huta Akademik, ishte një nisëm që vendose bashkë me Elgitin, të hapnit këtë akademi. Lindi si, s'po them si pasoj, po si rezultati asaj që e bërti, apo lindi për shkak se ti me Elgitit mendua që të kishit një gjë tuajën, një punë tuajën, ku di unë? Pa diskutim që vjen një pikë në jetë që ti do të kesh diçka të ëndën dhe do të mbash mend për një sipërmarrje. Pavarësisht biznes, emision, televizion, nuk ka rëndësi se çfarë, thjesht do të kesh një gjë të ëndën. Siç e parashtrova edhe më parë, ishte një ëndër e imja, që e vogël, por duke njohur Gitin edhe ëndrat tona ishin të njëjtat, vendosëm se jo, mos të hapim një gjë ku ne t'japim gjithë potencialin tonë dhe gjithë eksperiencën e gjithë tyre viteve, bashkë. Si keni përzgjedhur mësuesit aty, Klea? Me qalloj, mësuesit... Me thënë, ke bërë vetë intervista, ke qenë ndonjëherë skeptike? Pa diskutim që vetë, në të gjitha rastet. Mësuesit janë të gjithë të cilët kanë operuar me fëmijë edhe më përpara.
njëkohësisht merren me kurse private me fëmijët, ashtu si kurse janë edhe tek Leuta Akademi. Doja pa diskutim të ishin njerëz janë të rinj në moshë, pothuajse 90%. Është mundësi që duhet ja jepja të rinjve, nuk të pëlqen mësimdhënia stili vjetër apo Jo, nuk dua të bëj kështu në deklarata se po na bëjnë ai lajm me këtë punë. Okej. Jo, nuk e dua. Thjesht doja një frym të re. Domethënë, meqense po vjen diçka e re në treg, të silli dhe një frym të re. Pse jo më mirë me të rinjt? Me të rinjt që janë marrë me fëmijë, janë më të freskët, mënyrën e metodikën e mësimdhënies se kanë më të freskët, më fresh. Dhe pse jo? Doja të jepja mundësinë të rinjve. Përgjithsisht njerëzit Klea, të gjithë të rriturit e kujtojnë me shumë nostalgji puthjen e parë me partnerin e tyre. Do më tregosh çfarë detajesh mban mend nga puthja e parë me Elgitin? Mirë, sërse ka kaluar dhe ka shumë kohë, domethënë sa jo detajet, ndjesi, çka kishe veshur, ku ishit, ku diun. Po ç'kisha veshur, rroba kisha veshur. Kam thënë edhe më përpara. Ishte natë, nuk ishte ditë. Pas ka qenë natë, okej. Ishte hëna në qiell, rruga bosh, dritat e rrugës, edhe... Po ecin në këmbë? Jo, ishim me makinë. Unë isha makina, ishte në këmbë. Që ta e Elgiti, zbëjti qik? Mbaje pak ta makinën. Edhe të puthi. Sa ko keni bashkë, Klea? 2 vjetë e gjysëm. Si shkon bashkëtesa? Çfarë lloj bashkëtuese je? Je nga ato që gatuan për Elgitin? Të gjitha i gatuaj, nuk thuj një edhe... Ve lavatriçen, i gatuan të gjitha? Qa i bën për shumë mëngjes? Gjitha. Që mëngjes Aragos. Ndodh një gjë, që mëngjesi nuk e ham, bëjmë shumë gabim, se mëngjesi duhet ngrënë. Po, dreka sigurisht e ham jashtë, si nga punët, Giti tek studio, unë tek akademia. Në darkë po ashtu kemi ngrënë një gjithë vogël rrugës edhe s'hajt në shtëpi. Ç'a të gatuaj unë? S'ke faje, nuk s'ke ç'a gatuan për cilin vakt. Për kë? Kush e vë lavatriçën në shtëpinë tuaj? Me raste, me radhë. Me radhë, po. Okej. Kush e kuros? Keni një zonjë që ju ndihmon, besoj. Unë. Ti. Unë i gjitha. Mirë, mami e Elgitit, vjen shpesh në shtëpinë tuaj? Ka ardhur. Si, Vjera ti dhe Vjera? Asaj nuk i pëlqen të thënë Vjera, si jemi Vjere nuse, thot, jemi shoshe. Shumë mirë, thonë, shumë mirë. Si quhet mami e Elgitit? Tana. Shoqja jote Tana. Po. Tana, moj! E kam shumë të mirë. Ka ardhur për një vakt aty të çofi dorën si gatun fasule ti, si jep kafen, si... Jo, na i sjell fasule, si... I sjell gati. Okej. Ta mos bëj sikur sa kam bërë dhe ty të gjën. Një gjë po të them, i ke shërbyer, i ke dhënë herë një kafe, a ku diun. Po, akoma. Kur vjen ajo kur shërben në shtëpi? Akoma. Po nuk kemi kështu, do më thëmë më shumë shkojmë ne tek ata se sa vinë ata tek ne, se nësë jemi shpinë në njërë, ato raste që ne jemi pak të lirë, shkojmë ne për të përshëndetur prindrit respektiv. Okej, për shembull është ditë e diel, keni ngrënë në shtëpi tek shoqja jote Tana. Po. Ti qosh, ti mbledhësh ato 2 erna. Me të qohem. Po, pra, të më thuaj, se më vdik. Sigure fare. Po, Klea, që më beti bën me Tanën? Me zonjën Tana? Po, si ke qenë? Mirë? Të jep mendim për një gjë personale, për e pyet për shembull ti për një projekt televiziv që mund të kesh. I merr mendim zonjës Tana? Zonja Tana është një zonjë e mrekullueshme, që unë jam me fat që e kam. Jam me fat se lindi njeriu në jetës time. Po. Edhe... Më kështu thonë gjitha në televizor? Jo, me pse. Okej. Dëgjoj, njeriu dallohet që në fytyrë. Ne të dyja të faktën e lexojmë gjuhën e trupit. Po. Edhe jam shumë e bekuar që e kam, sepse më këshillon, më tërheq vërejtjen të gjitha. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Bëhet xheloze, mashallah. Bëhet xheloze mami jot ndonjëherë për një gjë që ti thua më ka thënë mami Elgiti ta bëj kështu dhe do e bëj kështu. Jo. Se po ti ishte mami im do thoshte, "Oh, ti s'më pyet mua, më pyetësh atë." Jo, nuk ka ndodhur. Deri tani
Jemi shumë mirë, o Rudi. Na le tani, shumë mirë jemi. Mos ju paf, syri i keq o Klea. Amin, t'lumdoja. Mos ju paf. Klea, bëhe gjeloze për Elgitin? Me raste. Si jam shumë natyrë gjeloze, po... E kufizon në punë për Jo, shembull? asnjëherë. Nëse Elgiti ka në studio një këngëtare deri vonë, se këta këngëtarët mi motor Kjo gjëndose frymëzohen dhe para natën. se cishim bashkë shpirt. Përpara ti e kufizoje. Jo, këto oraret e vona ishin përpara. Tani Tani frymëzimi do të është kap një në orar. familjar. Bravo, Klea, më pëlqen. Tani ka orar frymëzimi. Po jo, Që ka ky frymëzimi kështu? Jemi familjar, Po tamam, fiks. Keni ndërmend të merrni në një qenë se për bebe është shumë herët. Unë vdes për qenë dhe për mace, po kush dhe mbaj. Jeni në punë gjithë ditën. Në punë. Okej, atëherë nuk vlen të pyes për fëmijë, okej. Si e ndërron Ja. dasmën tënde Klea Huta? E Do i ndërroj... mbash flokët e lëshuara? Të flokët e lëshuara duhet thënë më mirë t'i pres fare, se ja u kam bërë kështu bozë. Jo, duke shumë bukur dhe të përfaqësojnë ato. Unë sa të thash po ka honda si dash kemi i prej, a mi ma? Po me që i kam pres gjithë i prezë unë. Jo, Klea, se cili ka identitetin e vetë, sidomos ti. Vazhdo. Okej, për dasmën time do t'i mbaj, do t'i lyjet kuqe fare, nuk do t'i mbaj kështu si Me vërtetësi e imagjinon dasmën e ëndra. Je dasëm e madhe, me tupana, me kërcim babapum, U kam qef marrë me pajton si Tiranë se që jam. Me pajton? Po. Kur ti vi pajtoni. Supet me oriz, maroj shumë fustonin, se mos ma boj pis. E kur ti li. Bravo. Me pajton dhe? Edhe me oriz. Okej. Pastaj pjesa tjetër një gjë shumë e thjesht, vetëm për... Orizin ta bidhurato. Faleminderit shumë. Po sponsori oriz. Pastaj tjetrën, pjesa tjetër do që t'jetë intime, apo me shumë njerëz, me shumë miq? Me gjithë njerëzit që na i do shpirti dhe zemra. Ska një Nuk doftoni kufizim. asnjë, ama mos se ky na ka pas ftu, legen është, po na ka ftu, e s'kemi çfarë bëjmë. Duhet me ftu. E këto janë plane që ziti them, se njerëzit për shembull bëjnë listën e dasmës, vjen 400 njerëz, pastaj i krasisin, i çojnë deri 150. S'di çfarë të them. Tu pa tu bë. Tu pa tu bë. Okej. Mirë, Klea, të kufizon ty Elgiti? Për ndonjë gjë? Kur? Asnjëherë. Okej. Cili ka qenë roli jot i preferuar në teatr? Unë kam pasur mundësinë të të shoh vetëm tek Frankenstein. Të uroj shumë suksese dhe të jap urimet e mia vërtet për atë rol. Duhet t'i kem thënë dhe atëherë, më ke pëlqyer, po t'i them prapë me që më ka ardhur në shtëpi. Publikisht. Po. Shfaqjet e teatrit, pa diskutim jam me shumë fat që kam marrë pjesë tek si me Ilma Dorezin, si me Ilir Bokshin. Po shfaqje provim që unë e kam në zemër, ka qenë në Akademi të Arteve në vit të tretë, Silvia. Kam bërë rolin e një qeni. Rolin e një qeni? Po, Ska problem, do marrë një qen, po? Silvia ishte emri qenushës, e ajo është, domethënë, roli që e kam shijuar pafund. Klea, ti ke një varse Floriri që shkruan Amla. Po, që kam është, po, mos e nxirr, s'ka problem. Se ke shumë bukur këtë kostumin. Faleminderit. Që është titulli i këngës tënde me Alarband. Cili është projekti i radhës të muzikë? Kemi 2 Tundu thu këngë. Elgitit. Kemi 3 këngë. Kemi 4 këngë, kemi 5 këngë. 3. Se po kujtoja. Një këngë, 2 këngë të mijat, solo dhe kemi qef do një bashkëpunim me Elgitin, po se dim kur. Këto 2 këngët solo janë ritmike, balada. Njëra është balad, tjetra është reggae. Për ku të qanë shpirti më shumë? Të akustiket, tek gjërat e thjeshta, me një Mua klip i përgjithsisht thjesht. gjërat e thjeshta më pëlqejnë, edhe ashtu mundohem domethënë të jem gjithmonë. Jo, marrë shkas nga klipi fundi që ishte ngjyra, ishte... Ishte një gjë ndryshe sepse ishte në përshtatje edhe me këngën faktikisht, ishte pak më fëminore. Po jo, do jetë diçka më e thjeshtë. Mbase nuk bëj dhe klip fare, mbase e fus thjesht me tekst në YouTube. Prap duke parë duke bërë. Thjesht të tregova çfarë kam për momentin në furrë. Okej, çfarë ke në furrë. Nëse Elgiti për shembull kompozon një super këngë, thua këtë do më japësh mua dhe s'ke shanse? Apo i thu shite sa më shumë se na duhen lekë?
shkrej thua. Ne kemi një pakt me Elgitin, në momentin që një këngë bëhet për dikë, është taksur për atë person dhe kur nuk ndrohet. Si kur t'i vi dikush me më shumë Para? po, për ta marrë këngën, nuk e ndronë. Më thënë, thotë e kam nisë për atë person dhe jap atij personi. Si për mua, si për veten, si për artistët që vinë studio. Kështu që pa merak, në Klea nuk i merr këngët e bukura. Okej. Do të bëjmë pyetësorin Klea Paskuintave. Hajde. Imagjino skenën dhe reago. Okej. Elgitin e telefonon një adhuruese sekrete. I bie telefoni dhe ai nuk është aty për momentin. Ku, në sken? Jo, s'është aty, e ka telefonin Klea e ke Paskuintave, ti, thash se po mendoja skenën, Jo, realisht. në sken, jo, Paskuintave. Okej, Paskuintave. Do me thënë, i bie adhurusja telefonit Elgitit, Po? nuk është Elgiti aty, hap ti, si reagon? Pa adhuruese është shkreta? Qa? Qa di them unë asaj? Qa i dhu shif me sy plas me zemrë, motër. Ato qef kanë. Në një dyqan rrobash, pengohet një vajzë dhe i bie si për Elgitit. Ndërkohë, nga cepi, o zoti madh, del si pa vendosur me një palë pantallona dhe një minifund, shef, do me thënë ti shef vajzën si për Elgitit. Kaq. Që ti bim shkurt. Unë s'isha aty, do me thënë, unë shkova rastisht. Shkove, po, e pe, jo, dole nga dhoma provës, edhe e pe si për Elgitit. Si do reagosh? Qa ftyre do bësh? Se di, qa ftyre, mund të përfytyrohen në të moment. Dhe të shama, shumë gusht, s'kej në ku kaloni. Mirë. Te lokali juaj i preferuar, një vajzë nuk janë danë sytë Elgitit dhe her pas here i qesh. Dhe sa herë ti e sheh, Kthen kokën. ajo kthen kokën nga ana tjetër, sikur nuk po ndodh asgjë. Qa bën Klea Huta? Qa dhe i thoja, hajde pimi kafe se do na bëhesh me spoliatroz. Me herë një diskali se i vere. Jo, thot, ajo nuk du marrë me pi kafe. Ja, Je agresive, s'kom Klea, të por rezi. s'ke të rezi. Pyetësori do të zgjidhje. Do të zgjidhje të shohësh 10 minuta në të ardhmen tënde, apo 10 minuta në të ardhmen e dikujt tjetër. Që ta kishe bërë në të ardhmen e Elgitit. Po të Elgitit konkretisht, ha. Timen. Okej. Do zgjidhje të mos përdorje më kurrë si rrjet social, apo të mos shikoje më kurrë si film apo serial. Jo, rrjetet sociale. Zdo i shikoja. Zdo i shikoje. Kur i Do kujtoj zgjidhje pa të filma? ishe e padukshme për një ditë, apo të fluturoje në një ditë. Të fluturoja. Shoh shumë ëndra si ku fluturoj. Dua ta provoj realisht. Mos e provoftë. Ha për ha rinjë. Me që ma dhe mundësin. Okej, do zgjidhje të ishe e varfër për të ndihmoje të tjerët, apo të ishe e pasur në kurrizë të tjerëve. E varfër të ndihmoja të tjera. Të tregoj një gjë shumë bukur? Pa. Është një... Zdi si ta quaj, po... Asë nuk është Barsalet, do me thënë është një gjë shumë e bukur. Shkon një djali vogël në një banak edhe donte të merrte akullore. Edhe pyet shitsen, sa lekë është akulloria? Shitse i thot është 5 lek. Ky 5 lek ishte gjithsej. I thot, po me një kup? 2 lek. Okej, thot, me bëjmë një kup. Merr akulloren dhe jep 5 lekshin. Shitse i kthen kusurin, jo, thot, është bakshishi. Me thënë djali kishte vetëm 5 lek, dhe mori akullorin me një kup, vetëm që t'i jepte bakshish. Në më thënë, nuk ka rëndësi t'jesh i... Ua, bravo, dhom. Nuk ka rëndësi t'jesh i pasur për të ndihmuar ose për të bërë një të mirë. Unë me këto parime jam për veten time. Bravo të qoftë, Klea, e duar të ti. Do zgjidhje të gjejë dashurinë e vërtet, apo një valixhe me 5 milion euro brenda? Po e kam gjetur dashurinë e vërtetë. Mirë, zërë se si Po jo më se e kam gjetur. A tani do valixhen. Tani, së shkeq. Do zgjidhje të mos laheshe për një muaj, apo të mos përdorje internet për një muaj? Internet. Të mos përdorja internet, apo? Do zgjidhje të ishe aktorja më e mirë në botë, apo këngëtarja më e mirë në botë? Aktorja. Aktorja, bravo të qoftë. Je një gafore tipike. Do zgjidhje të ishe një njeri normal si që je tani, apo një mbretëresh para 2500 vjetësh? Po me thënë drejtën, për një ditë është kjo punë. Jo, jam përgjithësi. Përgjithësi. Për një ditë e kisha provu. E dashur Klea, ishte shumë kënaqësi që të kisha në mos i fol shoferit. Të uroj shumë suksese. Edhe unë ty. Dhe bëj gati kursin e valleve popullore shqiptare të sjell gocën. Të ku?
të kuksit, tropojës, malësis madhe, që këto të gjitha? Krejt. Oke, krejt. Falenderit. Sot nuk kemi mjaftuar vetëm me Klean, kemi dhe një të ftuar tjetër shumë special. Mua më pëlqen shumë që t'i jap vëmendje edhe artit, edhe sportit. Kam kënaqësinë të ftoj këtu Shkëlqim Began. Mirë se erdhe Shkëlqim. Grato. Qimi si je? Mirë. Të thrasin Qimi, apo jo? Qimi, shkoj. Okej, nuk e di nëse ke parë mos i fol shoferit, po unë sa herë kam monolog, kam një personazh që i thras Qimi kot, me sa duket je ti. Okej. Ja pra Qimi, ky është Qimi. Shkëlqim Bega, ti je boksier i peshave të rënda. Je nga Kruja. Nga Kruja, po. Më thuaj pak Qimi si filloi pasioni jot për boksin. Atëherë, nisma ime ka qenë babim, do me thonë se familja ime rrjedh nga familje sportistash, gjyshi im ka qenë futbolist, dhe babi është marrë me sport gjithë jetën. Edhe... Ku ke praktikuar? Ke rrahur shokët e lagjes? Jo, fillimisht ka qenë si nisëm, unë kam qenë i vogël, kam qenë shumë i shëndosh, të më drejten. Nga klasa 5, kur ne loznim me shokë e shoqe me vrap. Ke qenë këtu, o që top që... Edhe... Shife breshka këtej, bravo Qimi. Kur loznim me shokë me shoqe me të kapur këshu, unë s'kisha fuqi me ecë me vrap edhe shoqet në talëshën gjithë kohës. Edhe kam qa shumë, po, edhe... Ke qa, ke vujt nga bullizmi. To ke këtu, jena viktima. Edhe unë, me thonë drejtën në fëmirin time nuk maj me në gjonat buke, se kam qenë i shëndosh gjithë kohës, nuk e kam shiju atë fëmiri si... Si të thoshin, hajde me këtë, hajde këtë. Edhe ta shi që i nati që kam qenë dikush i shëndosh, më shëndroj këshu si jam sot, edhe shpesheku i takoj ato shoqe që më kanë thonë, s'mund t'a kapsh të shi, dhe hajde prapë. Hajde qik, hajde, këshu i thret ato, hajde pak. Na e drejgo pak muskulin Qimi? Këtë krahun këto. Qmimi o t'i parë, cili ka qenë Qimi? Atëherë, unë kam dalë 3 herë kampion Shqipërie peshave tranta, edhe kjo falë trajnerit tim. Si quhet trajneri? Saad Bushadi, Po. është edhe i kampion Shqipërie. Edhe kam dalë 3 herë kampion Shqipërie, për fat keq ose për fat mirë, si me thonë, i ka jashtë. Po. Edhe tash për momentin vazhdoj boksin në Holland, në Amsterdam. Në Amsterdam? Po. Sa mirë ke ko më marrë me boks, atje qa s'ka? Jo, atje vetë me boks. Sinqerisht, sepse kur e ke i ondër, kur ëndra është boksi, është gjithë shka. Pra ti vazhdojnë sportin në Amsterdam? Po, vazhdoj sportin. Ndërkohë këtu vjen vetëm... Këtu vit takoj familjen, se familja ime ndodhë. Vjen vetëm me pushime? Atëherë ne pushime. kemi pas kënaqësinë me që erdhe me pushime, Shkëlqim. Faleminderit shumë, Shkëlqim. Si kampion Shqipërie, çfarë fitove, Shkëlqim? Okej, kampion Shqipërie 3 herë tek peshat e rënda. Çfarë do me thënë për një sportist? Jeton më mirë, ke më shumë para? Atëherë... Apo këtu sportit si avar njeri edhe prandaj ike? Tash për të thonë vërtetën që është i qike hidhur, ne nuk përfitojmë asgjë. Kur të thamë është vetëm i copë medalje që mund ta quaj kështu, edhe asgjë tjetër. Edhe kjo është ajo pse unë kam ikë jashtë. Thjesht se kam pasë se djersa nuk arrim u vlerësua ashtu siç duhet ose me të vlerësuar për atë që je. Edhe prandaj... Po në Hollandë je përfaqësuesi ndonjë... Për Hollandë, momentalisht kam edhe librezën e boksit shqiptare, po edhe më ka marrë dhe ekipi për sipër atje. Për momentin jam, do me thonë, s'mund them që jam në majat, ose them që do futem në rinjit botërore, po avash them se do shkrej dhe lart. Sukses. Faleminderit. Ti je vetëm 23 vjeç, apo jo? 23 vjeç. Mirë, Shkëlqim Bega, tani të bëj unë një muhabet kot, se muhabet po bëjmë ne. U të ndove një herë në Hollandë, merresh me drogë, ta lesh fare sportin. Them drejtën... Se ke thënë, oke, unë u qava këtu, dëmtova, u sakatova grushta, po Alex, po marë më mirë të merë me drogë. Them drejtën e kam mendu. A, ke mendu? E kam mendu, por... Edhe unë do kisha mendu. Vetëm se kam mendu se sa djerë s'kam derdh për të bëu dikush, edhe ndoshta, unë nuk doja rrinë e herë t'jem rinjit botërore, por prap njaftë të realizoj ëndrën time, ta ndjek atë rrugë, edhe është gjynaf që
ta ndërpresat punë Ta edhe të lesh me për punë tjera. ca kile kokainë, ke të drejtë. Një duar trokitje për shkëlqim burger. Dhe një shembull shumë të mirë për të rinjt shqiptar shkëlqim. Të përgëzoj për këtë. Për të shqiptar për të shqiptar kam një mesazh, do të thonë, si më thonë, unë ndoshta nuk jam një bokser ose nuk kam arrit në ringjit botërore ose s'jam bo ai që kam desh ose jam rrugës, them. Je rrugës e jeri? E di që atje jashta, do të thonë, ka çuna goca që e kanë talentin, po thjesht e kanë lënë se për shkak gjë justifikime. Edhe them se sa ku trin kafe, pinë duhan, pinë cigare, se dalin party, ose ta leni orë Instagramin, besoj dalin, bëjnë stër video, s'ka gjë më të bukur. Ajo më ndryshoi jetën mua. Bravo Shkëlqim Vega, bravo. Sinqerisht, bravo. Si do jetë nusja jote ëndrave të tua? Do me thënë, si do e ketë nuse një boksier, a? Se për bodybuilding, jo. Kemi pa nuse futbollistash, por nuse boksierës nuk i kam shumë parasysh. Si e do nusen? Nusen e du, them drejtë se unë... Sportiste? Jo, unë e du thjesht, për vetëm tjetë e fort. Si e fort? Që mos të rrafësh tjetë e fort, jo, të ngjis malin. Sepse unë sa herë... Po ku me i gjetë ato? Sa herë Unë të shkalla 5 në bjetë fikt. Sepse unë sa herë shkojnë kruj, aty është mali krujës, edhe në gjisë, tani që jam këtu në gjisë gati çdo ditë. Dhe do të gjisësh me nusin. Edhe du kur t'jem me nusën, masa ne me kalamajt dhe këshu. Me qenin e këshu. Këshu me radhë. Shkëlqim, Alban Beqirin e një? Po, Alban Beqiri është shoku im më i ngushtë, edhe po ai është një talent i Saad Bushatit, bashkë me Denis Nuren e Alban Bermeden, që tashmë ato janë servir në Itali, po si të thona e këtë talentat e Saad Bushatit, Brezi që ka servir ai. Bravo, edhe është një super duar tërkitje për të gjithë ju, dhe respekt për gjithë sportistët shqiptarë. Unë të uroj shumë sukses në Hollandë, bravo të qoftë që nuk ke ndru rrugë, mos kalo asandi nga Red Lightsi. Them drejtë më kara rruga se më gatrova. Ato nuk ngjisin malin. Them drejtë më gatrova dhe pa dashje shkova atje, po e lashtë, më thonë, të e Një duar trokitje. Të falenderoj shumë Shkëlqim. Ishte shumë knaqësi që ishe mos i për shoferit. I ftuar i fundit për sot është i ftuar shumë i veçantë. Keni parë ndonjëherë në për diskoteka live ca robot me drita që lëvizin? Keni parë? Jo zonjat. Keni pa edhe ju, e? Po ku keni pa me nga 60 vjetë që vjen turp? Okej. Ju me vjen shumë mirë që keni parë. Një prej tyre është Bektash Hasa, që unë e kam sonte në studio. Bektash, mirë se erdhe. Bektashi nuk ka mikrofon, po unë kam knajtësin të them që Bektashi e ka ndërtuar të gjithë robotin vetë me duart e veta, vetëm duke parë në internet. Na bëj qik me drita, Bektash? Na bëj dhe atë tymin? Okej, Bektashi nuk merë flak sepse e ka ndërtuar shumë bukur këtë gjën. Unë juftoj të gjithëve të shojmë një performancë këtu në studio e Mos i Fol Shoferit. Faleminderit shumë, Bektash, po dhe lë me publikun.
Përshirë. Jemi me Skoda Albania. Të shikojmë kë kemi këtë javë në Skoda Octavia në re, mos harroni asnjëherë ofertën që ka Skoda Octavia për këtë vit. Që do të thotë, çdo makinë juaja e vjetër vlerësohet me 5.000 euro dhe zbritet nga çmimi Octavia së re. Ndjekim në kerr. Përshëndetje, mos i fol shofersa të rubrikës në kerr, jemi këtu në kerr tek Skoda ime Octavia me Klea Manganin. Klea tani do na sqaroj se çfarë është arti që bën Klea. Quhet art konceptual apo jo, Klea? Po. Okej, çfarë do të thënë art konceptual? Në përgjithësinë merremi me konceptin. Trajtojmë një mesazh ose inspirohemi nga temat që mund të jenë sociale, fenomene, mbase një histori personale. Por që ti shikon simbolet që ne përdorim në një video, apo qoftë në një fotografi, apo në një instalim që mund të jetë, për të dalë në një koncept, në një mesazh. Pasioni konkretisht për artin konceptual, si të lindi? Me thënë thjesht, unë e di që ti bën dhe fotografi, punon në teatrin eksperimental, apo jo? Teatrin kombëtar eksperimental. Për teatrin kombëtar eksperimental, çfarë bën Klea? Gjithë projekt, do të thënë, puna ime nis që me marrjen e projektit, lexohet teksti, studiohet, bëhen diskutimet me regjisorin, dhe më pas bihet dakord se si do jetë imazhi, posteri për një X shfaqje dhe pastaj pjesa e reklamës, e trailerit që neve bëjmë. Trailerin e koncepton ti? E konceptoj unë bashkëpunim me regjisorin, sepse ai e ka konceptin se si do ta vendosë shfaqjen. Më shpjegoj një gjë, nëse arti konceptual e te i kalon edhe regjin, këtë dua të di. Tani kjo është një lloj kontradikti, domethënë që gjithse kush i mban atë anën e vet. Po pjesa e artit konceptual nuk ka të bëjë vetëm me video. Ti mund të kesh një pikturë konceptuale, mund të jetë një instalim. Pikturojmë rrallë, por pikturojmë. Mbase do të jem shumë mirë në humor që të ulem të pikturoj. Ose jam përfshirë shumë në këtë pjesë. Në vaj, në vaj. Si, po në instalim, që do me thënë? Për pjesën e instalimit, për shembull, sa po kaluam te ca kazan. Instalim mund të jetë thjesht një kazan në një galeri. Dhe kjo ka një koncept, ka një mesazh, ka një domethënie. Okej. Ose mënyrën si e vendos koshin e plerave, për shembull, që shiko se Shqipëria është e mbushur plot me plera politike dhe në një galeri, për shembull, që flitet për Shqipërinë në lulëzim, po themi, është ai koshi. Që gjoja i kemi hedhur këta. Sa bukur e konceptova. Ky është arti konceptual. Okej, jo, unë do ta lë me kaq, Klea, faleminderit. Nuk e kam ndërmend ta vazhdoj, megjithatë që ka shumë interesante. Arti konceptual kuptohet nga njerëz, nga masa. Prindrit çfarë thonë? O Klea, çfarë merresh me budalliqe? Jo me budalliqe, po në fillim fare rrini kështu, do t'i kaloj. Po. Nuk kalonte. Përpiqeshin thonin seriozisht e ke me këtë artin? Hajta që gocën psikolog kanë thënë. Pastaj hoqën dorë, thanë nuk bëhet më. Nuk thanë më mirë shit, se shit. Më dashur një herë kam pas një temë në shkollë ngjarja. Edhe vendosa të marr një dollap nga shtëpia vjetër. Po. Dhe e pikturova komplet me vizatimet që kisha që fëmijë. Të ruajtura dhe pastaj e vara nga një lartësi 7 metra në galeri me zinxhir. Po. Dhe për mua kjo ishte një gjë, një arritje, domethënë, dhe familja ime ishte, okej, mirë. Okej, Klea. Bukur se... Të shkuara. Mundoheshin edhe të të jemi pak kuraje, jo? Pak kuraje, po duke e shtirur komplet, se unë isha kështu entuziaste, si u duket, po mirë, po, pse është aty lartë, domethënë? Po mirë, më vajzë moj, po që budallik po bën, kanë thënë ata me mënd. Më thënë shkoja gjithmonë me nga një ide, më duen vjetë për shembull... Tani Klea, ti, më falë, ti në këtë moment që flasim, ti përballon vetë shpenzimet e tua, paguesh vetë nga puna që bën, nga arti që bën, që do të thotë, nuk ka gojë të thonë, ja, kjo puna jote, mëra jo, e vetë financoj vetën time. Kam disa kohë, do me thënë që jam totalisht e pavarur. Do me thënë
ne u pasim. Po, që mund të mere me këto çmendërit, domethënë pa pasur debate në shtëpi, po sigurisht vitet e para të akademisë kanë qenë pak të vështira. Vjet për shembull më deshën 200 bloqe betoni për të bërë një instalim. Dhe ku e bërë këtë instalimin e të mërë? Brenda në shkollë, domethënë kanë qenë shumë e lodhshme si gjë. Dhe që doje të... Qa kishe konceptuar? Unë kisha konceptuar, ndërtova një kull, ku brenda ishte, domethënë nga jashtë, kulla ishte komplet izoluar, kishte vetëm një hapësirë shumë të vogël, që ishte një monitor brenda. Po. Që kishte një filmim, që do ta shpjegoj dhe atë, dhe jashtë projektoheshin 2 video të tjera. Dhe çdo gjë ishte në reverse, ishte mbrapsht. Ishin plane reale të marra nga një funeral, komplet domethënë një skenë varrimi e vitit 96. Po. Dhe ishin 3 momente. Brenda ishte një moment shumë intim, ishte i vajzës që i vdese jëma dhe i kalonte dorën mbi fytyrë për herë të fundit. Dhe jashtë ishin gjithë planet e varrimit, ishin njerëzit që takoheshin, që ktheheshin mbrapsht, dhe video e dytë ishte arkivori që kthej mbrapa në shtëpi. Kjo është... Më trego pak qartë. Ku do të dilje me këtë? Tema ka qenë instinkt, u inspirova nga instinkti. Unë e kam titulluar në fakt punën non-event, i përket një eventi që nuk ndodh, një gjëje që njeriu dëshiron ta zhbëj. Dhe krijonte iluzionin që nuk ka ndodhur kurrë. E kuptova, po. Që nuk ka të bëjë thjesht me vdekjen. Vdekja është një rast banal që unë mendoj që shqiptarët nuk din ta përballojnë. Fare. Absolutisht. Dhe nga kjo pastaj janë shumë gjëra të tjera që dalin. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e Mosikon Qoferit. Ma kënaqe Kerrin edhe Oktavian. Të uroj shumë suksese në artin tënd të çuditshëm dhe shumë të bukur. Mos i fol shoferit sa është kalojmë në studio. Kam krajtin të ftoj 2 partnerët e mi fantastik, Analika dhe Frank Bregu, që shikojmë që manuali kanë ata këtë jarë. Mbrëma! Ua, Ana, që ngemi bërë meqi sot. E pra. Meqi, vetëm se unë s'kam kështu. Asunë në zemra s'ka. Bonita. Në me se ti ke Bonita. Ty të shkojnë flokët me këto, për qa do flasim? Ha, për qa do flasim? O, Franci, di si është puna, mua sa më ka humi 200.000 lekë. Mos ja fut kokë. Për kokë time. Dal t'i ja fut. Jo, ideja është nga humbja e këti 200.000 lekëshit që pata së fundmi, më lindi në mendje një manual. Më saktë, kishte lindur manuali për para dhe të humbën lekët. Dhe më humbën lekët. U justifikua manuali. Po, u justifikua. E çuditshme. Nuk e di Francia, ka kërku në herë lekë borgjë? Jo, po ç'ne. Unë përgjithsisht kërkoj lekë borgjë, po kërkoj tek njerëz që i kam shumë të afërt. Kërkoj tek gjyshja, kërkoj tek shoku im i ngushtë. Gjyshja t'jep me interesa, më duket. Po, gjyshja është ajo që mi e për shembull 200 tani, edhe kur i merr 200 që tjetër, thot ato të parat i kanë falë. Kjo është ajo gjyshja ime. Po, ideja është këtu që nëse ti do që ti marrë shokut tënd të ngushtë, jo gjysh. Brenda shoqërisë. Brenda shoqërisë. Shokut tënd të ngushtë, lekë borxh. Duhet të kesh 3 gënjeshtra që a i ti haj, që ti e di që a i haj gjithmonë, se të shoku i ngushtë dhe a di gjithë. Në base ty 200.000 lekëshit do të duhet për tik për të pi, për shembull. Se të ka ngellur mendja dhe këti 200.000 lekë. Se po mikën menja, Franci, po mikën menja. Nuk e maj men fare se ku i kam lënë, po që në cika kjo. Gënjeshtra parë është... Unë jam shoku i ngushtë, po ti e shoku i ngushtë në këtë rast, që ose do mund m'japësh dhe këto 200 që më ka humbë të shi. Po ta japë, unë pa tjetë. Gënjeshtra parë, që mund t'i thuash një shoku, ne që kemi makinë për shumë, mund t'i themi që na është bloku makina, ka gjoba makina, kupton? Dhe këtu vët edhe në siklet shoku, se thot, pse të rinë këmba, jo shoqe, e bak me punë. Që këshu, tani të marrë në telefonën ty, Franci, oke? Ta bëjmë në telefon këtë të parë? Po, jemi në telefon. Oke. Alo? Hamon Zeman, që po bënë? Hamo, Jana? Si ke qenë? Mirja. Mirë? Po shikoj pak ndeshin, qa po bëndi? Mirë, më mirë, si jam edhe aqë mirë me thënë drejtë në ngella në kam. Se më qaka? Po ja, o burë,
Mblokun makinën. Pa ma, s'ka problem se... Po jo, s'ka problem se ne na mësu me ecë në kom, po pse, ishin 600.000 lek gjoba. Sa? 600.000 lek gjoba. 600.000 lek, po mirë do punosh, do t'i nxjerrësh, qa do bësh tani? E mora rogën, lava ca borgje tjera që kisha, s'ka më si kokër leku tash, s'di se si me ja bë. Pa, me se do t'i gjesh, po edhe t'i 600.000 lek, unë thasë u kështë disa ishin. Digjo, unë të mora me të pyti herë. A ke në i 200 që se... Pi, të mbyll. Bjeri prap, shoku. Alo. Ana, më falë, se ra linja që nga shumë e ngarkuar. Se më të të mbyll telefoni pa dashje. Nuk e kuptoj asun. A ke... Alo, o, Franci. Se shumë e ngarkuar linja me se marrë vesh. A ke 200.000 lek, o burë? Së të dëgjoj, jo. A ke 200.000 lek? Ha? 200.000 lek, a ke? Kush, 200.000 lek, mo, 200.000 lek. 200... Ha, mo të lutë, mo burë, se jam pikë të hallit. Se s'kam si themas atyre të shpi, se jam pa makinë. Ha? Se jam dhe pa makinë, o burë, të lutë. Po mirë, ma mirë, hajde ka... Kaloja ne. Hajde, kalonje, hajde. Po ku jetin, qa veni? Po të shpia jam, po hajde. Të shpia? Po. Mirë, se unë dhe pa makinë jam kam. Ana! Qëne me makinë ti, ma? I thash atyre që ma morën makinë, i thash, ma lesa që këtë marri 200 edhe të vita sjell prap. Bravo, nana juaj, bravo! Se ka dhe nga këto rasti që ty del rena, Franci. Duke dalë me makinat i tjetërit. Pa. Gënjeshtra tjetër që mund t'ja thua shoku tënë të ngushtë është që ty t'kanë vjedhur shpinë. Kam vjedhur shpinë? Po, kam vjedhur dhe 200.000 lek mrena. 200.000 lek me gjithë shpi dhe me gjithë gjyshe mbrënda. Ta kanë marrë shpinë me gjithë gjyshe dhe me 200.000 lek. Me gjithë 200 edhe me interesa. Alo, 200 lere gjyshe, lere! Gjyshe zëmë punjëriut për ne ta marë. Një qatë ashe. Gjysha me i dhëmë floriri këtu, dhe kene ishush. Edhe pensionin këto. Po. Edhe të sa që se nga i futin gjyshet këte, që aty brënda gjenë tapin e shpis, gjenë ca kështjela, gjenë ca gjënë që kështë e di ku i ka vendosë. Gjyshja me i fotografi të gjyshit kur ka qënë i sa po lindur. Jes të gjyshja ime, se i kam arrit gjallë dhe sërgjë falë, se po dalim nga tema, i thashun, o nëna t'lutem, i thashun gjej stirolas, më zori stirolas. Ashtu. Nëse a fut të. Nese, rap me të pas të shketa. Hajtë ashe. Më kam vjedhur shpinë. Hajde takojmi, tani takojmi. Dhe tja i shoku që do të ma zgjidhësh hallin, jo a i shoku që hikën si legend, si që ke shpar. Hajde. Okej. Ha, më Fran, qa bëhet? Ana si e? Mërzit, shumë mërzit. Pse më qaka? O, s'ma ma veni, jam shumë keq. Qaka më hajde këtu, Sa keq jam, më kam vjedhë shpinë, Francë. Vodhën shpinë, qa thua? Po. Kur ta vodhën më? S'ka 5 minuta. 5 minuta të vodhën shpinë, po dalim të marim atë policinë? Jo, mëse me policinë o burë të ashtë, t'i futemi halëve të vi policia, bam, bum. Pse më ta zidin ata? Po jo, burë, jo, s'ka. Ape, qa të kishin vjedhur? 200.000 lek. 200.000 lek. 200.000 lek? Kishin shpërthu gjithë shpinë. Qa thuam? Po ku i kështë e vënë? Në komodin. Po ti ati i le? Ku shpi vjetë mu në shpi o burës, unë s'fus njëri në shpi. A nuk e di mi vodhëm, ka i kmenjam. Ne të tjetë pas dorë në mbari, thonë kësaj. Jo, më qa pas dorë në mbari, se më ka prish gjitha të punë. Sa i 200.000 lekë shim duhe me pagu drita ujë më o Francë, se disa ki qamë. Dëgjo mua se do vinë të tjera më të më dha, do jetë mbarësi, pas dorë në mbarë. Po jo më Francë, do dalin diku tjetër, ta me. A kitë me ja për ato 200 që në të lutëm paguj pak të drita të këto të lutem. Se jam shumë keq o burë. Ta shi mund marrë dhe policin, por nuk du t'i futëm këtyre halëve, më më shkojnë, po vetëm jo polici, jo bame, jo bum, do më shkojnë 200.000 lekë tjera, do më shkojnë 400, edhe unë s'ka me bame, bum, kështu gjona, shamon, Francë, t'lutem. Ti e di që unë 250 kam rogën, no? Po miro, burë, mjep 200 edhe maj 50 për vete, s'ka problem. Shko, po shikoj njërë mos kush e di mba se s'ti ka vjedhur aji. Jo, i ka vjedhur. Do më thënë, kishte lënë gjdo gjë të shpi, a? Je sigurt, ma? O gjdo gjë. Florin, televizor, lavatrice, gjitha i kishte lënë shpi. 200.000 lekë kishte marrë.
Si kur i kisha thonë hajde meri. Qa thua me? Si kur i kisha thonë hajde meri a i ke këtu. Mi, po vrasë më me atë 50 qa do bëjun që do m'gelet mua nga roga. Pa mi si dashën ato 200. Nuk e di o zemra, pasaj do regulohesh. Kërkov me në i dhem bërë, ku t'jun të shë? Hajde, hajde, se qa do të bëjt? Franci, ideja është tu që unë me vërtet gjenje i ty për ti marrë këto lekët. Po ti nuk e di për qa i du. E pra kjo është, po unë tani... Unë i dua për udhëtime. Për udhëtime dhe për gjëra i do t'jë? Jo me 200.000 lekë, që kështu borgjë unë me derë në 10, 15, edhe kemi marrë shokve, jemi vërtitur kështu. Se 200 që jo? Ja. Po, unë i pas kam shokët Në fakt i ka marrë mamit edhe babit shumë lekë, kështu, 200, 500. Hajde tani, më mësot të tretë. Të tretën, e treta është aty ku... Moj, hajde dilte një. Aty ku shoku jo t'i ngusht... Nuk mban më, që donë fare. Se shoku ngusht të burë, të mos më thua që do t'i marrësh euro. Ja. Po qa? Në base dhe euro. Po është rasti që jam spital dhe jam shumë keq. Qa thua me? Okej? Qa thua me? Po në të vërtet nuk jam spital. Po ku je? Jam shpi, kam dalë nga spitali. Gjasma. Të vi në shpi unë atë. Po. Ne kemi përgatit terrenin, janë mbledh shoqet, shokët e tjera, kupton? Me të marrë lekët ty. Qartë. Anas... Ka shkej qojnë kem, hajde, qo. Ullu, se s'qojmë do. Së të sola as dojnë komposto. Ska gjo, lekë më mirë. Hajde këtu një, hajde. Ha, më si e. Keq. Po qa pate, më ti ishe mirë, në djel takua. Qa të ndodhi? Duke hecë rrugës, syni keq. Hon, e re, pse se bërë atë, Jo, do gjaj që kripa. Qa pate? Syni keq, një të kalu tretuarin, një të mu marë mend. Tretuarin, 4 tretuarin, 5 tretuarin. Hajde. E s'kajgjë, do kaloj ta, një më mirë. Po je vizituar, qa të kanë thënë? Më thanë, ke humje lekër shumë. Nga kjo e kam. Ashtu, Kam nga humje lekëve. Pa, ha më s'kaj se lekë, më dëgjo mua. E ke pasysh kur ke veshin e mesëm, që s'ke ke ekuliber. Dëgjo mua. Unë s'kam lekët edhe se si men me. Më dëgjo mua, lekët atje janë shëndeti, është i pari dhe i fundi. Jo, mos janë atje, nuk janë atje. Pa, atje janë, moj zemë tani. Po nuk janë, o Francë, se shkova bona ulli që ka tje se më bone vapë. Se qikë smur jam. Qikë shkova të këto spitalet private. Ja dale, të lepak të telefonin edhe portofolin këtu, se më rëndojnë këtu, o? Pash, unë jam smur t'i nëzirë këto gjona. Po s'kam kurim, sa lek pas ke pas? Jo, s'kam shumë. S'ka problem, se cili ka lekët për vete, se s'do mi japë shmu në fundit, se pike tuja. S'ka problem. Le të vdesim ne, nuk ka problem, të vdesim ne. Po mirë moja, në qatë të temë. Edhe shkova të këto spitalet i sorum, 50 eura. Qa thua më? Sa që nga rritur se rumi? I sorum 50 eura. Po gjithë për asaj ishte 1500 euro? I 150 ma la. Qa thua më? Me skonto. Ishte 200, i thash s'ka me ba me bum, thash do bëjde i sorum, tha i, një sorum i gjilpon, tha 200 eura. Mirë, tani gjose... S'kisha asgjëri aty më Francë. Jo, se do shrosh, do bëhesh mirë. Qa do bëhe mirë? Qa më gjysëm njeriu? Na të se s'të sola gjë, po t'jap një zeqe, po të t'lej një zeqe këtu. Jo, më maj, nuk i du. Na, moj, na. Po maj, më nuk i du, më se ajo... Po maj, më Francë, se nuk i du, më se ajo... Ajo i zeqe më ka shku vetëm taksi, më maj, më atë i zeqe... Ne qa bëjmë atë i zeqe? Na 20, i ke këtu. Po jo, më Francë, nuk i du, më se... Po 20, moj. O Francë, lutem se është një... Po se jarë gjuar, ta gjithatë... Po është 1.24, o burë me i këthy nga shqiptare në euro. Nuk i du, se dalë me humje. Nuk i du. Po na, moj, na... Shqip mos kap dora në i pezjeqë aty. Eura. Ja, e gjeta një pezjeqë. Një pezjeqë euro. Mere. Jeme e qeta një. Pra, se që kam ca dhimbje këtu, më, nuk... S'ja mirë, nuk jam mirë. Më ka hit në gjyra ftyrës fare. Dëgjo se... Jam shumë keq. Kam edhe... Më thaj, doktore. Pa, 600. Ja, 550 euro, s'bohesh njeriti. Nase... Po unë si kam. Mbaje këtë këtu se ti të mehë në përgoj, pasaj miru pafshi. O, Franci! O, Franc! Hajde më. Ha, moj. Na, më meri. Pse? Po meri më s'ka gjë mje pjasht, pas taj se 200 duheshin vetëm. Po mi më ti ishe dhe... Edhe këto timi dhe, për të bërë manualin, pa hajde, se ti hapa ndej. Shumë e lek bërë. Ja. Ishte
fjalë shoferit edhe për të janë. Ju falenderoj që na ndoqët që jemi javën tjetër. Si gjithmonë, vetëm në radio televizionin ora këtu në ora 21. Mua.